Allahu Dhul Gjelal prej melaqev e ka kriju Israfilin mas pari. Pas Israfilit 500 vite ma vonë e ka kriju Gjibrilin alayhi salatu wassalam, melaqen ma të madhet Allahu Gjelle Gjelaluhu, të cilën Zotë i ka ngarku me librat shajtan në tokë mi qu. Po i thëtë Allahu Dhul Gjelal, ja Rabbi, më ke kriju në formën më të bukur, a ke kriju në i krijes më të bukur se mu o Allah? I thëtë Zotë Dhul Gjelal Gjibrilit, asë një. Dhe ka fillu Gjibrili alayhi salatu wassalam Allahin me adhuru me 2 recate namaz me i fal e Allahun Dhul Gjelal me madhru. Në ato 2 recate po zgjasin 120 vjet. Pasi ka përfundu këto 2 recate adhurim ndaj Allahut Dhul Gjelal, i thot ja Rabbi, më ke kriju mas Israfilit 500 vjet, më ke kriju në fizionomin më të bukur, nuk ka nëj krijes që në kum pa që ti e ke kriju më të bukur se sa mu. I madhi Allah 120 vjet kum adhuru me 2 recate namaz, vetëm ty ti kum dediku. A ka dikush që ka adhuru ma mirë se unë o Allah? Thëtë Allahu Dhul Gjelal, o Gjibril, kum kriju në formatin më të mirë, më ke adhuru dhe je thellu në këto ibadete që mu më ke madhru në të 2 recate që për mu ti ke shku, mirë po janë disa ose një grup ujmet i dashrit e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë mu falë ma shkurt se sa ti, dhe kanë me qenë jo të kujdes shumë namaz, dhe kanë me mujt me bo gabime, edhe kanë mi haru recate, edhe kanë ju përzi sure të knu, edhe dënjaja i mashtron, edhe shejtani nga njeri largon, edhe kejtu sene që i bajnë ma të vlesh me janë namazit 2 recate gjaty në njerëzve, se sa ti o Gjibril 120 vjet që më ke adhuru. Pitët ja Rabbi, edhe pas kanë me gabu, edhe reqatet pas kanë me ju përzi, edhe në ajet Kuranit me deshtu, o Allah i madh, qysh kanë me qenë ta ma dashun se unë të ti, edhe namazit ty në ma i vlef shumë, dhe për arsye se ata jenë njerëz, të cilët mujnë me gabu e mujnë mu mashtru, e mujnë mas dënjas me vrapu, e gjanat ndryshme mujnë me i harru, prap e namazit nuk ka kush i largon. E namazit ty në ma i vlef shumë se sa namazit o Gjibril. 2 recate tona 3 minuta, 4 minuta, edhe ato kemi kur t'i falëm cëpëm cëpi bojnë. Herë shkojnë me dikune, herë dikun me nëne, e ngon tjetër që apo folë për maze, herë munosh me bishtyri me këqyr ana shkush pohim. Qishtu cëpëm cëp që pi bojna, Allahu Dhul Gjelal për Gjibrilit, ma të vlesh me jem të 2 recate këti njeriu që është i meti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se sa 2 recate tua 120 vjet që ke bon tu, që Zoti ku na ka ngrit, që Zoti sa na ka mëshiru, që Allah sa na ka dash, që Zoti sa po na jep, që Allahu Dhul Gjelal me kom po na krahazon. 3 minuta tu, 4 minuta te mi, sa 120 vjet Gjibril alayhi salatu wassalam.